Mirë këte e bët, po që do bëni pas nesër? Çdo bëni ditë tjetër? Urdo? Erdhe? Nga telefoni ytë mori Edi Rama prokurorin, na thuj pak. Edhe je inkriminuar, sepse të ka përdor telefonin me kryesua gjykatësin. Absolutisht po. Të ka përdor telefonin. Duke të konsiderua ty si kokë turku, po të mbron Dumani sot, po s'ka njëri që të mbron nesër. Ato kostumet ku i keti? Ku i ke ato kostumet e... Ju lutem, zoti Manja. Ku i ke ato kostumet e... Urdo? Zoti Berisha vazhdoni fjalën. Jo, i ke fshe ato, i ke heq ato. Mos e personalizoni. I ke heq. I ke hequr ato. Zoti Manja, ju lutem, uluni. I ke hequr ato. Ulu ato. I ke hequr ato Taltin Hajrit. Ku i ke ti Taltin Hajrit? Ku i ke kostume Taltin Hajrit? Ku i ke? Ajo është mirë, mbaje. Ju lutem, zoti Manja, uluni, ju lutem. Tani. Edhe respektoni kodin e veshjes, zoti Manja. Shto minuta. Jo. Ku i ke kostume Taltin Hajrit? Ato janë? Bravo, mirë. Mirë, shumë mirë. Ato i pas këtë Altinit, po janë 2. Ty të ka dhënë 2, ajo 1. Të ka dhënë 2, jo 1. Po. Urdo? Unë po të them ku i ke kostume të Altin Hajrit. Të Altin Hajrit ku i ke? Se nëzorë është i lirë Altin Hajri sot, me atë Dumanin tëmë dhe ke nëzirë të lirë Altin Hajrin. Po, ku e ke qatë dhe Louis Vuitton? Ku i ke 500.000 eurot? Ja pra, këto janë. Kështu gjë. Ju lutem përfundoni. Zoti Manja, ju lutem mos flisni nga vendi. Ja, tani, gjërsa i flet. Kërkoni fjalën për replikë dhe mund të përgjigjeni, jo nga vendi, ju lutem. Jo. Nëse vazhdon edhe mundet. Pra, Uluzi, të garantoj që në kërkim do përfundosh si Altini, si Altin Hajri, dhe nuk ke shpëtim, sepse edhe në Vjenë thuhet se shkove ti, pastaj the ka shku e Tilda. Vjen me Gonigalin, e akuzova unë, pastaj tha jo, ka qenë e Tilda, s'kam qenë unë vjen me te. Kjo është. Ndaj dhe... Mirë, faleminderit zoti Berisha. Kush e do fjalën